Kam shumë dëshirë të shkoj për umre, po burri nuk më dëgjon të vi. A ka gjëna të shkoj pa burrin me shoqet e mia? Për umren e parë, umren e Islamit lejohet. Për umren e parë që bën femra, umreja e Islamit ose haxhi i Islamit pa i parë i ka për qëllim, lejohet. Për umret e tjera apo për haxhet e tjera nuk lejohet. E kuptu dallimin? Kur femra do më shku në umre, që është umra e saj e parë, umreja e Islamit quhet, lejohet të udhtoj me një grup femrash të udhtimi sigurt. Edhe për haxhin e Islamit, haxhin e saj të parë, lejohet të udhtoj me një grup femrash që është udhtimi sigurt. Ndërsa do më bë umre për herë dytë apo haxh për herë dytë nuk lejohet vetëm se me shoqërim. Pse? Se herën e dytë nuk e ka marrë për obligim as umren, as haxhin.